10 qershor, ngriuni, luftoni për vendin tuaj. Moto e Bill O'Reillyt për dhe Focus TV. Zgjedhjet e fundit përgjithshme parlamentare vazhdojnë dhe tregojnë se sa shumë fars pas kanë qenë. Ende nuk kemi raportin përfundimtar të Odirit dhe vetëm duke parë parasysh se 4 zonat më të mëdha do të rinumërohen, shqiptarët kanë të drejtë shikojnë se çfarë ka ndodhur në kutitë e votimit. Por në fakt, vjedhjet, mbështetja e madhe e administratës shtetërore nuk duken aty tek kutitë. Tek kutitë do dalin edhe vjedhjet brenda partive politike me kandidatët e tyre. Çka tregon që sistemi zgjedhor nuk na nxjerr një demokraci përfaqësuese. Pra, nga këtu fillon gjithçka. Natyrisht që nga Departamenti Amerikan i Shtetit vazhdon ftohtësia e akullt ndaj qeverisë që pretendon fitore madhështore. Gjithashtu, nga mediat ndryshme janë vënë pa që 86 deputet nuk janë pranueshme. Ç'po ngjet në SBA? Policia e emigracionit dhe doganave, ICE, ka deportuar 100.000 të cilët kanë qenë në mënyrë ilegale dhe janë pjesë e atyre me të dhënave kriminale. Për 3 muaj 100.000 është një numër që nuk shkon dot tek 1 milion vet që synonte presidenti Trump për të pasur si deportim në vitin e parë të tij. Në vitin 2024 janë deportuar 113.000 vet, edhe pse ka thënë Biden. A ka të drejtë Trump të deportojë? Po. Në mënyrë të paligjshme kanë hyrë nga 14 milion deri në 20 milion vet. 250.000 në muaj. 8.000 në ditë. Pra, në qoftë se aktualisht janë deportuar 1.000 vet në ditë, është shumë pak në krahasim me numrin që hynin në mënyrë të paligjshme në Amerikë. A ka të drejtë presidenti Trump që të dërgoj gardën kombëtare dhe ushtrinë? Jo. Garda kombëtare kontrollohet nga guvernatorët e çdo shteti. Ushtria nuk hyn kurrë në problemet e ligjit dhe zbatim ligjit lokal. Por, në qoftë se aktivizon aktin e rebelimit të vitit 1807, presidenti ka drejtë. Pikërisht bazuar te kjo, Trump ka dërguar 2.000 trupa të gardës kombëtare dhe 700 marines. Gjithçka nisi nga diçka që nuk kishte pse të shkonte këtu. Në dhomat e izolimit ishin 100 vet që priteshin të deportonin dhe janë protestuar nga organizma të sponsorizuara nga grupet e Sorosit, Antifa, grupe anarkiste, të cilët mund mos jenë nga Los Angeles, por shkojnë për të krijuar këto probleme të mëdha ndaj presidentit Trump. Ka pasur një urdhër ndaj policisë që lërni protestuesit të djegin. Duhet zbërthyer nga erdhi urdhri, nga majorja afrikan-amerikane apo nga guvernatori Newsom. Trump e di që po nuk tregoj forcë në këtë radhë, i vetmi suksesi i tij, mbyllja e kufirit, deportimet i bie. 54% amerikanëve mbështesin presidentin Trump. Polli është bërë nga CBS, kanal ultra i majt. Që të lejosh që emigrant paligjshëm, të cilët mund të jenë me dëna kriminale, të gjuhen me gur, të godasin forcat e policisë dhe forcat federale, kjo nuk ngjet me Trump. Problemi është që e majta, mbase edhe me drejt, mbase jo, bën një krahasim me 6 janarin. Në qoftë se Trump kërkon të mbrojë policët dhe ata të gardës kombëtare, në 6 janar janë 1500, janë me qindra policë që u keq trajtuan, u dhunuan
dhe Trump i fali 1500 vet, të cilët 30% tyre kishin pranuar në gjykatë që janë të fajshëm. U pa një me flamur meksikan, pra të vish me flamur meksikan, të protestosh mbi makinat e djegura të policisë. Në SBA, kjo është e papranueshme. Por e majta përsëri thot, në 6 janar në Kapitol u pa flamuri i Konfederatës, pra i luftës civile. Trump nuk tërhiqet. Janë disa shtete dhe disa qytete të mëdha që janë kthyer si qytete të shenjta për emigrantët. Ju japin mbulim shëndetësor falas, pagesa për ushqimin. Në New York shkoj skandaloze, ju paguaj dhe hoteli deri në $300-400 në ditë. Miliarda dollar të shpenzura në New York nga taksat e njerëzve. Në qoftë se shteti federal do të zbatonte ligjin që një punëdhënës që punëson dikë pa dokumenta do të gjobite, kjo nuk do të ndodhte. Por emigrantët janë baza e madhe që prodhojnë këtë vend. Bill O'Reilly do të thoshte që nuk është gjë e re kjo përplasje ose kjo mënyrë që Trump po kryen, pra duke zbatuar ligjin e 1807-s, aktin e rebelimit, të kujton Andrew Jackson, i cili mori ushtrin dhe usul ndaj një guvernatori që e kundërshtonte. A duhet i merrte leje Trump Newsom, guvernatorit të Kalifornisë? Prap kthehesh në histori. Kennedy nuk i mori leje guvernatorit Wallace në Alabama, kur nxori gartën kombëtare për të mbrojtur drejtat e afrikan-amerikanëve. Amerika e sotme nuk është njësoj me Amerikën e viteve 60. Duket pak e stisur kjo përplasje. Newsom është mbase kandidati më potencial i demokratëve për presidentën 2028. Ndajte Trump po e godet më shumë. Kalifornia është një shtet me problemet mëdha, edhe pse ekonomia është thuajse e barabartë ose pak më e madhe si Gjermanisë. Janë me miliona vetë që largohen nga Kalifornia. Kalifornia dikur ka qenë bastionit djathtës konservatore amerikane. Ka pasur guvernator Ronald Reagan. Por ngulmimi i demokratëve, pikrisht me hapjen e kufive, me futjen pa masë të emigrantëve të paligjshëm, prishjen e strukturës demografike, e ka bërë Kalifornien një burim të madh votash, ka 54 vota elektorale dhe nuk ka shanse të kthehet në shtet i kuq. Sorosi ka hedhur $30 milion në Texas, synon që të sulmoj Texasin, shtetin neokonservator, duke kërkuar ta kthejë në shtet blu. Duket pak si hiperbol, por Ted Cruz pati rreth $100 milion kundra nga demokratët për karrikën e tij në Senat. Në qoftë se demokratët do të përmbysnin Texasin, nuk do të kemi më president republikan në Shtëpinë e Bardhë. Republikanët e kishin mbështetur financimin nga Elon Musk. Ai është tërhequr. Elon Musk është një personazh i cili duket që ka pasur një fëmijëri me probleme dhe kërkon të provojë, jo vetëm që është genial, por është dikush që mbron botën. Nuk mund të fitojë kurrë ndaj presidentit Trump. Asnjë, edhe më i pasur në glob, nuk fiton ndaj njeriut më të pushtetshëm, presidentit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por mund ta dëmtojë. Mund ta dëmtojë duke mbështetur në primare ata republikanë që janë kundër kongresmenëve dhe senatorëve që do të votojnë në qoftë se atë që quhet ligji i bukur i Donald Trump. Ka pasur disa kundërshtime, ligji ka 1200 faqe. Nuk ka kines ta këtë lexuar të gjithë. Dhe i shton në uhas kombëtare $2.5 trilion. Ndërkohë që ku do në Shqipëri? Të bënte shkurtime. Këtu ka drejt. Por Trump, në qoftë se nuk realizon këtë premtim, shkurtimin e taksave, ekonomia bie në recesion. Në qoftë se ekonomia bie në recesion, Kongresin e marrin demokratët, Trump i zdan, merr fund. Fillon impeachment, kërkimet për shkarkim. Nuk do të lejtë trashëgimni nga pas
cili do të qoftë presidenti pasardhës. Ndaja i ngulmon. Natyrisht që çdo amerikan do të ketë një përfitim të ulje taksash me 2.5%. Por klasa e pasur do të ketë përfitime më të mëdha. Dhe teknikisht njerëzit kanë të drejtë të thonë që ti merr të varfër dhe i kthen parat pasurve, por ideja është që me shkurtimin e taksave, duke i bërë ato të përhershme, ekonomia mund të marrë një boom. Në qoftë se nuk kalon ky bill, do të hiqen dhe ato që quhen deduction, pra ato që përfiton, në qoftë se ke blerë një shtëpi, interesi hiqet nga taksat, në qoftë se paguan për shkollë, pra dëmi është i madh. Janë dy grupe si teori. Një grup thotë që do të rritet rritja ekonomike, pra do të ketë më shumë të ardhura dhe ky 2.5 trilion dollar do të fanitet. Disa thonë jo, mund ndodh recesion. Trump flet, e kemi thënë atipik dhe pa kuptim, thonë që kanë ardhur me miliarda dollar nga tarifat. Jo. Mund të kenë hyrë në thesar 2 miliardë dollar në ditë nga tarifat, por parat nuk kanë ardhur nga jashtë, janë këtu. Korporatat që blejnë mallrat në Kinë Kudo në Shqipëri. Flet me kinezët për tarifat tregojnë një lloj shprese. Por ajo që thuhet taco, Trump always chicken out, e ka dëmtuar figurën e presidentit Trump që një ditë është për tarifa, një ditë jo. Por akuzat janë që familja e tij ka përfituar me miliona dollar. Në qoftë se dikush tjetër kryen në këto veprime, dënohet me burg. Pra ti ke informacion, ti di se si do të luaj stoqet, sepse ti vendos tarifa, dhe kur ti i heq, ata që kanë investuar dhe kanë blerë stoqe të lira, i shesin shtrenjtë. Çdo amerikan që bën këtë veprim dënohet. Por Trump do të jap përgjigje mbasi largohet si president. Nuk është aq e lehtë. Kina ka përgjysmuar eksportet që bie këtu. Ndërkohë që deficiti tregtar është përgjysmuar. Në thesar hyn 2 miliard dollar në ditë nga tarifat, që në fakt janë një taksë shtuar. Është një përplasje e madhe. Në qoftë se nuk e kalon ligjin në Senat e Kongres, Trump shfaqet si dobët. Duket se përplasja me Elon Muskun është zbehur. Si duket janë kthyer në pozicione përgjithëse. Të dy e dëmtojnë njëri tjetrin. Por nuk ka shans që Musk të fitojë ndaj Trump. I ati ti, cili befas është në Moskë dhe thotë që rusët janë nga popullet në të zgjuar, thotë që Musk gaboi me Trump, nuk fiton. Dhe ai e kupton se ai është i zgjuar vetë. Por Musk di shumë, sidomos me çka ndodhe me super pakun e tij, Komisionin Politik për Zgjedhjet, 290 milion dollar, a ka pasur shkelje të ligjeve federale për zgjedhjet, ndërkohë që Kongresi po kërkon të kaloj me ligj shkurtimet e presidentit Trump për televizionin publik, radion publike, dhe të kaloj me ligje jo me urdhër ekzekutiv. Kjo do të ishte mënyra më e mirë për të bërë të ligjshme veprimet e zotit Trump. Ju falenderoj, abonohuni, një subscribe në fund videos në kanalin Free YouTube. Kudo në Shqipëri. With Serbia in particular the target of much anti-Western propaganda. Kemi lajme të mira, thot Palmer, për zgjerimin e Bashkimit Evropian. That little country with a little intelligence service was doing some very important things, not just on the terrorism front, but also trying to stand up to the Russians. That has benefited not only the United States of America, but freedom-loving peoples all around the world. Only Europe's, but the United States unfinished business. This question comes to us from Robert Papa. Yes, hi Robert. How you doing? Pleasure to talk to you. Considers himself one of its builders and architects. Partitë politike shqiptare janë si gazerna ushtarake. Leadership
cooperation. The Balkans make, that if you start changing borders, everything becomes more unstable. الوطن النرجس السماش Ku do në Shqipëri?